إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Vëllezër të ndershëm, fillimisht falenderojmë Allahun Azza wa Jall, I cili na bëri pjesëmarrës të dinit të vetëm të pranuar tek Ai. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall për begatitë dhe mirësitë e shumta që Allahu Azza wa Jall begatoi dhe stolisi robët e Tij. Një ndër begatit më madhështore që Allahu Azza wa Jall e don është me dashur vëllavin tan për Allah. Pra sot me emrin Allahut Azza wa Jall do të trajtojmë një temë me titullin Përse dashuria për Allahun Azza wa Jall. Vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jall na përmend Kurani Kerim dhe na tregon se nga mirësitë madhështore që Allahu Azza wa Jall ul armiqsinë mes muslimanëve dhe muslimanët I bashkon dhe I dashuron njëri me tjetrin. Thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا." Të gjithë kaponi për litarin Allahut Azza wa Jall dhe kujtoni ditët kur ishit të armiqsuar njëri me tjetrin. Kjo ajet I dedikohet fillimisht në kohën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, difiseve që u quajshin në Medinë Aus dhe Khazraj, ku zhvilluan luftë gjakderdhëse 120 vjeçare, ku I uli këta luftra dhe këto armiqësi, erdhi Islami, ku Allahu Azza wa Jall I begatoi me iman dhe besim, dhe Allahu Azza wa Jall e përmend këtë mirësi që Allahu Azza wa Jall fillimisht ja dhuroi atyre, po dhe ja dhuroi të gjithë besimtarve dhe në ditën e gjykimit. Wadhkuru ni'matallahi alaykum, përkujtoni begatitë Allahut Azza wa Jall, kur ishit të armiqsuar njëri me tjetrin 120 vite gjakderdhe vëlla me vëlla, e pastaj Allahu Azza wa Jall I begaton dhe ja zgjeron gjoksin atyre dhe I ban vëllëdër, jo vetëm se I bashkon Eusin dhe Khazrejin. Mirë po Allahu Azza wa Jall e përmend Kurani Kerim, I përmend të gjithë ansarët, të cilët I doshin vëllezërit e tyre muhaxhir, edhe pse nuk e kishin një prej ardhje. Megjithatë thot Allahu Azza wa Jall: "Walladhina tabawwa'u ad-dara wal iman yuhibbuna man hajara ilayhim", dhe ata të cilët përgatitën Medinën për vend strehimore të besimit dhe I dojnë mërgjimtar që vinë në vendlindjen e tyre, I dojnë muhaxhirët dhe nuk gjejnë gjoksat e tyre asnjë të keqe as zilin ndaj vëllezërve të tyre që I jepte diçka prej dunjas edhe pse kishin nevojë për ta. Pra thot Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu, nuk ju ka dhuru njeriut pas imanit një mirësi më madhështore se sa me dash një vëlla për Allah. Pra thonte Omer ibn Khattabi, unë listën time I kam 1000 vëllezër që I du për Allah, ja di emrat e tyre, I di dhe I njoh baballarët e tyre, ja di adresën e tyre,
I njoh këto vëllezër të gjithë që I du për Allah. Pra thonë të Sufjan Thauriu, nëse Allahu Azza wa Jall begaton dhe don një vëlla për Allah, mos prit prej atij që ai ta kthe me mirësi. Mirë po falenderoj Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall ta ka mundsu që ta dojsh dikan për Allah, që ta ka mundsu Allahu Azza wa Jall që ta bëjsh një vepër që e pëlqen dhe don Allahu Azza wa Jall. A dini vëllezër, se nëse ne duhemi për Allah që ta kuptojmë se Allahu Azza wa Jall nuk na ka porosit për diçka rastësisht, mirë po Allahu Azza wa Jall dëshiron që ne të lartësohemi në dunja dhe në ahiret. Dhe kjo është termometri, kjo është matja e vëllazërisë në Islam. Vëllezër të ndershëm, me çfarë na e matimi ne imanin ton, se sa jemi të afër tek Allahu Azza wa Jall, se sa imani peshon në zemrat tona, atëherë shiqo sa vëllezër I don për Allah. Ka se thot pejgamberi Allahut me një hadith që ka transmetuar Bara ibn Azib radiallahu anhu, që thot pejgamberi Allahut se hallka më e fuqishme e imanit, nia më fuqishme e imanit është me dash dikan për Allah dhe me urrej dikan për Allah. Derisa transmeton Ebu Umam el-Bahilio, ai që dëshiron që imani I tij të plotësohet, do të korrigjon zemrën e tij dhe ta korrigjon dhe ta shiqon gjoksin e tij, çfarë përmban në zemrën e tij. Nga se thot pejgamberi Allahu në këtë hadith që e transmeton Ebu Umam, thot ai I cili e don dikan për Allah dhe urren dikan për Allah dhe jep dikujt për Allah dhe bojkoton dikan nuk I jep për Allah, ati ju ka plotësu imani. Ja vetëm që ju ka plotësu imani, vëllezër të ndershëm, po kjo është ndoshta I vetmi që e ka shijuar ambëlsirën e imanit. Para të vëllezër të ndershëm, imani ka ambëlsirë, privat dhe nuk ka mundësi që ta shijon ai që ju urren vëllezërit e tij për Allah, ai që nuk I don vëllezërit e tij për Allah. Pra thot pejgamberi Allahu, tre lloj njerëz janë ata të cilët e kanë shiju ambëlsirën e imanit. Njëri nga ato ai që e don vllavin e vet për Allah, pra nuk e don për interes të dunjas, nuk e don për çkak pasurisë, nuk e don për çkak farefisnisë, po e don vetëm se Allahu Azza wa Jall e don që njeriu ta don vllavin e vet për çkak besimit të tij, për çkak imanit të tij. E nëse dëshiron ta korrigjojsh veten tonë, se çka do me thonë, a e don dikan për Allah, atë e kanë thonë dietarët, që t'ja dojsh vllavit tan atë që e don për vetë. Nëse ja don vllavit tan atë që e don për vetë, nga e mira, kjo është shenjë e besimit, kjo është shenjë e imanit, kjo është shenjë e vëllazërisë në Islam. Që më ashtu me dojsh vllavin tan për Allah, do të thotë që ta kishillosh për Allah, të lutesh për ta kur nuk është ai prezent, që mbrojsh nderin atij kur nuk ka prezent. Ka se thot pejgamberi Allahut, ai që ja mbron vllavit vet nderin atij, nuk e le që të përkëjohet me xhlisin e tij. Allahu ja mbron fitirën e tij nga zjarmi I xhenemit. Dhe me dash për Allah do të thotë që mos më prish me vllavin tan për çkak dunjas, për çkak se nëse keni ngatruar çështjen e dunjas, nuk do të thotë që është eliminu çështja e imanit. Pra të vëllezër të ndershëm, dhe dash për Allah është një ndër veprat madhore që I don Allah, nga se janë veprat e zemrës që nuk I shef vetëm Allahu Azza wa Jall. Dhe kisht Ahmed ibn Hanbeli që o godit o borgos, jo bo pa drejtësi Ahmed ibn Hanbelit, e pastaj kur I vin të lajmi që ka vdek ai zullumçari, që I ka bon zullum, mirë po ende ishte musliman. Ahmed ibn Hanbeli nuk u lutte për to, vetëm për mirë. E kur e pyetën Ahmed ibn Hanbelin, përse nuk pe urren këta? Tha Ahmed ibn Hanbeli, e kam ndërtuar një lloj ibadetin zemër për Allah dhe nuk du të rënoj këtë lloj të ibadetit. E kam ndërtuar një lloj ibadetin zemrën time që me I dar të gjithë musliman për Allah, dhe nuk dua që të jetë zullumi dhe padrejtësia e tij ndaj mejet më rënon atë të cilën e kam ndërtuar për Zotin tëm,
Para ta ne ta korrigjojmë imanin ton, ta korrigjojmë besimin ton, se sa vëllezër ne në listën ton i kemi që i dojmë për Allah. E nëse ti je nga ato që i donë vëllezërit e to për Allah, dije se kemë ngrit dunja dhe në ahiret. Ndëgjë në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thot pejgamberi Allahu, që hadith al-Qudsi, thot Allahu azza wa jalla, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya. Ja kam obligu vetës time që ti du të gjitha ta që duan për mu. Ja kam obligu vetës time që ti du të gjitha ato të cilët duan për mu. Dhe thot pejgamberi Allahut me një hadith që transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi, kur Allahu azza wa jall ta don një rob, e porosit dhe i tregon Gjibrilit se filanin pedu, e don Gjibrili, e Gjibrili njofton melekët në qiell, dhe melekët fillojnë të dojnë atë njeri për Allah, e pas të i tha e dojnë dhe krijesat në tokë. Allahu azza wa jall prani ati i ban në tokë për çka se adasht për Allah. Wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya. Ja ka obligu Allahu azza wa jall vetës e ti që ti don ata që duan për Allahun. Dhe thot pejgamberi Allahut, vazhdon hadithi pejgamberit Allahut, wajabat mahabbati lil mutazawirin fiyya. Ja kam obligu vetës ti me gjithashtu që ti du ata që vizitohen për hirtimin. Dhe Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit, a që i strehon në hijen e arshit të ti, apo në hijen e ti në ditën e gjykimit, që nuk ka hije qëtër pos hijes Allahut azza wa jall. Leo të ndërshëm ash madhore me dash vëllavin tanë për Allah, deri sa thonë të Abdullah ibn Omeri, si kur të fanë në gjetan natën dhe të gjeroj tanë jetën time, e pas tajnë zemrën time, nuk ka vëllezër që i du për Allah. One mendoj se këto lloj ibadetet nafile vullnetare nuk sjellin dobi ditën e takimit me Allahun azza wa jall. Dashuria për Allahun azza wa jall nuk ka çështje ditësore apo tretësore. Dashuria me dash vëllavin tan, ashtu me gjithë tmetët që i ka, është obligim nga ona Allahut azza wa jall, dhe është nga veprat më madhore që nuk ka mundësi ta gëzon këtë lloj të ibadetit ata të cilët nuk e besojnë Allahun azza wa jall. Për këtë arsye kur u pyet mujahidi, apo pyeti mujahidi dhe tha, cila janë vepra më e rëndë, cila janë vepra të veprohen këtë dunjë më e rëndë, e kur u përgjigj mujahidi tha, me i bashku di zemra. Vepra është më e rëndë këtë dunjë, është me i bashku di zemra. A dini ta përse për çka kësha Allahu azza wa jall ka thonë Kurani Kerim, lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim walakin Allah allaf. Sikur ta shpenzoni këtë dunjan, s'keni mundësi me i përfitu, me i lidhen, me i dashuru di zemra. Mirë po Allahu azza wa jall me rahmetin e ti, Allahu azza wa jall a që i bashkoj, a i që në bashkoj u leo të ndërshëm, dhe a i që në i dhëroj dashurin, është Allahu azza wa jall. Pra ta kja një met begati e madhen, ndërsa armiq të islamit kur fletë Allahu azza wa jall për to, edhe pse bojnë aleancat të ndryshme dhe paraqiten në media se janë të bashkuar, Allahu azza wa jall na tregon, na shpalos realitetin e tyre dhe thot, tahsebuhum jami'an wa qulubuhum shatta. Ti mendon se janë të bashkuar, mirë po të rupat vetëm i kanë të bashkuar, zemrat e tyre i kanë të coptuar. Ata e armiqsojnë njëri tjetrin, ata e urrejnë njëri tjetrin. Për Allahu azza wa jall, dashurin për Allah e donë lehtë të ndërshëm, nga se dashuria për Allah që e eliminon zilin, eliminon përçarjen dhe nga të resën. Kurse thonë të pejgamberi Allahu se mund nga të ru di musliman për fen e tire, është ma rrezik në këtë dunja, ma rrezik nuk ka në këtë dunja, se sa mu përqa, mu rejtën di musliman
Pa thonë të pejgamberi Allahut atë ju tregoj për një vepër që është më madhështore, më e dashur te Allahu, se me fal namaz natën, se me agjeru nafile ditën dhe se me dhon sadaka. Atëherë thanë ja Rasulullah na trego, tha mi bashku di zemrat të muslimanëve. Me i bajtu di musliman është vepër madhore, derisa rrena vëllezër të ndershëm gënjeshta është prej gjunave të mëdha. Allahu Azza wa Jall në ka leju me gënjejt vetëm të raste, njërë ndër to është me i pajtu di musliman, nga se thënë të pejgamberi Allahu se mu prish di musliman është qethje. Tha nuk jam të thonë qethje flokve, është qethje e dinit. Si mos qëtë qethje e dinit vëllezër të ndëshëm, kurse thot pejgamberi Allahu se ditën e hanë dhe ditën e hejtë hapën dirë të xhennetit. Dhe Allahu Azza wa Jall i fal, Allahu Azza wa Jall i fal, Allahu ja shlin gjënat dhe të metët çdo kujt që Allahut nuk i ka bën shirk përveç se njënit, cili është ai që ditën e hanë dhe ditën e hejtë nuk falet prej anës Allahut Azza wa Jall, është ai cili ka ngatëres me vëllavin e vet. Thot Allahu Azza wa Jall, lej këta ditë deri të pajtohen. Lej këta ditë deri të pajtohen. Para do leo të ndërshëm, pejgamberi Allah dhe veprën e parë kur arriti në Medinë i bashkoi dhe i vëllazëroi ensarët me muhaxhirët, i bani vëllezër që nga se ne e dim se nuk ka mundësi që një shtet të mëkambe të ngritet vetëm me forcë ushtri dhe ekonomi. Mirë po për forcimin dhe ruajtjen e shtetit nuk ka mundësi të realizohet vetëm me dashuri dhe besnikëri. Pra të pyetën pejgamberin Allahut se cila është njeri më i mirë, cili është njeri më i zgjedhur dhe më i dalluar. Tha pejgamberi Allahut, ai i cili është besnik në fjalorin e tij dhe ai që ka zemrën e çiltër. Tha ja Rasulullah, kush është ai që ka zemrën e çiltër? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai që ka devotshmëri, ai që ka pastërti në zemrën e tij, ai që nuk bën mizori, padrejtësi, dhe ai i cili nuk i bën gjuna Allahut Azza wa Jall, dhe ai që nuk ka smir në zemrën e tij, dhe ai që nuk ka zili. Para tha pejgamberi Allahut, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Azza wa Jall ju ka vëllazëru, ju ka bën vëllezër, para ta realizon e vëllazërin që Allahu Azza wa Jall ja ka dhuru. Losim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall me këtë lloj të ibadetit Allahu Azza wa Jall të na lartëson, të na i dashuron vëllezërit tan këtë dunja, që të shohim hajrin dhe në ahiret, nga se thot pejgamberi Allahut se në ditën e gjykimit njeriu ringjallet me atë që e ka dashur. Dhe thot Enes ibn Malik, kur e kam dëgjuar nga gjuha pejgamberit Allahut se pejgamberi Allahut ka thonë se në ditën e kiametit njeriu ringjallet me atë që e ka dashur, nuk ka pas gëzim për neve shokët e pejgamberit Allahut pas Islamit ma shumë se sa këtë fjalë kur e kemi ndëgjuar, nga se ne dim se veprat nuk i kemi si ka pas pejgamberi Allahut dhe nuk i kemi veprat si ka bon Ebu Bekër dhe Omeri. Mirë po shpresojmë që ne të ringjallmi me to për shkak dashurisë që kemi ndaj tyre. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall këtë vëllazëri mos ta shkëput, nga se thot Allahu Azza wa Jall në Kur'an i Kerim, al-akhillahu yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ato të cilët e shfaqin vëllazërin për Allah, kinë se duan për Allah, thot në ditën e kiametit bëhen armiq të njëri tjetrit. Miq të cilët janë këtë dunjan, ditën e kiametit bëhen armiq të njëri tjetrit. Secili tenton që gjunajën e tij t'ja veshë mikit vet, përveç se ata të cilët janë dashur për Allah, vazhdon miqësia e tyre, vazhdon dashuria e tyre. Derisa ka ardhur një hadith të pejgamberit Allahut, 70.000 njerëz dorë për dorë hin xhennet. A dini kush janë këto të cilët hin 70.000 dorë për dorë në xhennet? Janë disa besimtarë që jo mundsohet me ardhur te portat e xhennetit dhe i thojnë Allahut Azza wa Jall, ja Rab, i kemi pas disa vëllezër në safin e parë, kemi agjeru me to, kemi bo namaz me to, kemi bo ibadet me to, jemi fal natën me to, pra i kemi
kemi pas disa vëlledhës pisovbin mesin ton, thot Allahu Azza wa Jall, shkoni në xhenem, kanë të njifni prej atyre që keni pas vëlla, merne për dore. Thot pejgamberi Allahut, Allahu Azza wa Jall, xhenemit ja ka bon haram, qa xhenemit qa gjek gjimtirt e namazit, apo gjimtirët e abdesit, i njofin këta në përmes shenjave të namazit në xhenem, i nxjerrin dhe futen në xhennet. Pra këto janë vëllezër të cilët janë dashur për Allahun Azza wa Jall. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu Azza wa Jall këtë lloj ibadeti ta kalit në zemrat tona, dhe Allahu Azza wa Jall smiren, zilin të keqen të na largon nga zemrat tona. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Pra vëllezër të ndeshëm, dashurin për Allah më mirë e kanë përkëthi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Si transmetohet në biografin që përshkruhet jeta e shokëve të pejgamberit Allahut apo jeta e pejgamberit Allahut, se në luftën e Bedrit Zeid ibn Dathin arrin ta mit Ubej ibn Khalef, dhe pastaj zihet të rob Zeid ibn Dathin, dhe Safuani gjalivet e blen Zeid ibn Dathinen që ta ekzekuton në shenjë hakmarrje të për babën e vet. Dhe kur ta nxjerrin në vendin e quajtur Tenaim, ku gjendet sot një xhami e quajtur Xhamia Aishës, Zeid ibn Dathinen e nxjerrin për ta ekzekutuar dhe merë pjesë në ekzekutimin e tij Ebu Sufjani kur ende s'pat kalu në Islam. Dhe para se ta ekzekutojnë Zeid ibn Dathinen, ja parashton një pyetje Ebu Sufjani Zeid ibn Dathines dhe i thot: ja Zeid, a kishe pas dëshirë që Muhammedi sallallahu alaihi wasallam të jetë në vendin tanë, ndërsa ti të jesh pranë familjarëve tu? Do janë vëllezër ata të cilët e realizuan besimin se si e kalitën çështjen e dashurisë për Allah. Zeid ibn Dathin i përgjigjet atij dhe i thot: wallahi s'kam dëshirë që pejgamberi Allahut të therrohet me një therr në vendin ku gjendet ai e unë të jem në mesin e familjarëve të mi. Pa thot Ebu Sufjani, kam pa njerëz mirë, për nuk kam pa njerëz që e dojnë pejgamberin Allahut ma shumë se shokët e pejgamberit Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë ka pohu Allahu Azza wa Jall në Kur'anin e Kerim duke thonë: la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu. S'ke mundësi një popull që beson Allahun dhe pejgamberin Allahut e pastaj të mitësohet dhe të donë atë që ermitëson Allahun dhe pejgamberin Allahut. Leo të ndërshëm, edhe ma e çuditshme ako koka e munafikëve një betej prej beteje shpreh një fjalë. Abdullah ibn Ubej ibn Seluli për pejgamberin Allahut dhe tha: si të kthehemi në Medinë, ne të fuqishmit kemi me nxjerr të dobtit. Kur ndëgjon gjali i Abdullah ibn Ubej ibn Selulit i quajtur Abdullah, që e pat kalit imanin në zemrën e vetë, dhe ai e kiçmitsin për Allahun Azza wa Jall, mulleje nga pejgamberi Allahut që të heke kokën babës vetë për këtë fjalë në nëshmuase që ja thot pejgamberit Allahut. Mirë për pejgamberi Allahut ja këthen përgjigje dhe thot: jo, sjellë mirë me ta përderisa ban namaz, sjellë mirë me ta përderisa ban namaz. Nga se në kohën e pejgamberit Allahut dhe munafikët bajshin namaz, për fatë këtë sot jemi me një zaman që njeriu tenton t'i thot vetës Ebu Bekër Siddiku dhe Omeri, mirë po Allahut Azza wa Jall nuk i parullet as një namaz. Tha sjellë mirë me ta përderisa ban namaz. E pastaj i del në rrugë Abdullah
Babas vetë dhe thot, s'ke mundësi të ishtë në Medinë deri sa të pohoj se të nënçmuarit të përbuazit jemi ne, i larti është Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dashuria për Allahun azza wa jall dhe pejgamberin Allahu do dhe të ndërshëm ka qenë në nivelin më të lartë të mundshëm. Ka'b ibn Malik, që pejgamberi Allahu të bojkotoi për shkak se nuk mor pjesë në luftën e Tebukit. A dini u lezër që pejgamberi Allahu të bojkotoi, atë nuk i foli ati 50 ditë. Edhe në 50 ditë i vjen një letër nga Shami. Ka'b ibn Malik nga mbreti i quajtur Ghassani, që i vjen sprova që Ka'b ibn Malik, i cili e donte Allahun dhe pejgamberin Allahut, nuk mori mosa pse e bojkoton pejgamberi Allahut. A dini çfarë letre, çfarë mesazhi nga Kipris krishter i vën? Ka'b ibn Malik i thot, ja Ka'b, na ka lajmi se i Muhamedi të bojkoton, nuk të flet, të bojkotojnë muslimanët. Eja të ne kalon krishterizëm, eja të ne streose do të nderoj. Ka'b ibn Malik thot, që kjo është prova dhe radhës. Ta e mora të letrën që ma dërgoj Ghassaniu dhe e gjega e ka Lazarmin. S'ka mundësi ju të miqësonja ata të cilët e dojnë Allahun dhe pejgamberin Allahut. Po kulmi miqësi dhe të ndëshëm në historinë islame është Ebu Ubejd ibn Jarrah, që ta kuptojshte pse Allahu azza wa jall Ebu Ubejd ibn Jarrahit Allahu e boni emanet gjithë të këti ummetit, e përgësoj me xhennet, ja mundsoj çlirimin e Aksas, dhe e morë Allahu azza wa jall Ebu Ubejd ibn Jarrahin shahid, dhe pejgamberi Allahu që kur hecte në tokë e përgëzonte dhe është njani prej 10-ve të përgëzuar me xhennet. Ebu Ubejd ibn Jarrahin në luftën e Bedrit e ka mbid babën e vet për shkak se ka dalë ta lufton pejgamberin e Allahut dhe ta lufton dinin e Allahut. A ka mitësi më të madhe se kjo mitësi që shokët e pejgamberit Allahut e kanë kuptu pas Islamit? Pra tha pejgamberi Allahut, ditën e Kiametit ka disa kultuke nga drita, ka disa fytyra të shkëlqyera që ndriçojnë si drita, ka njerëz që veshën me petka që shkëlqejnë si drita. Tha pejgamberi Allahut, nuk janë këto njerëz pejgambere, as nuk janë shahida. Mirë po pejgambert e Allahut dhe shahidat lakmojnë të jenë pozitët e tyre. A e dini kush janë këto vëllezër të ndershëm? Njani prej bedevinëve ndacakve u lgujza pranë pejgamberit Allahut dhe i tha, ja Rasulullah, këta njerëz nuk janë as pejgambere, as shahida. Lakmojnë pejgambert e Allahut dhe shahidat të jenë pozitët e tyre. Tha po, o filan, tha ja Rasulullah, na i përshkruaj këto, kush janë këto, si duken këto, çfarë veprojnë këto, çfarë flasin këto? Tha pejgamberi Allahut, tha këto janë me fise, me prejardhje të ndryshme. Nuk i lidh fare fisnia, nuk i lidh pasuria, nuk i lidh biznesi, nuk i lidh interesi. Këto janë ata që kanë prejardhje të ndryshme, nuk janë prej një fisi, janë prej fise të ndryshme. Mirë po duan për Allah, e dojnë njëri qetrin për Allah, e këshillojnë njëri qetrin për Allah, lutën për njëri qetrin për Allah, dhe dhimën për njëri qetrin për Allah. Si ka thonë pejgamberi Allahut se i shef muslimanët në dashurinë e tyre, në mëshirën e tyre, në mdhimshmërinë e tyre, si me qenë një trup, nëse një gjimtir dëmtohet, nëse një gjimtir i dhem, i gjithë trupi rrin apo kalon me pa gjumësi dhe ethe. Leo të ndërshëm, sa jemi ne duke një këtë dhimje që pëndodh me vëllezrit tanë dhe me fëmijët tanë dhe gratë tona dhe motrat tona në Palestinë. Sa pa gjumësi ne kemi për ato që pëndodh për këtë mizori, këtë gjenocid të madh të 2 miliard ummet që shiqon.
se çfarë po ndodh me to, pazarlëqe të ndryshme, fjalë të ndryshme neve, përgëdhelse na japin, ndërsa në tavolina vëllezër të ndryshëm bojnë komplote, që e kanë shit gjakun e tyre, i kanë shit trupat e tyre, e kanë shitën në vendin e tyre, ama mos të harrojnë para se gjithëve, para se ta bojnë këtë kontrat, para se ta bojnë këtë marrëveshje, para se ta bojnë këtë tradhtijen, le ta dinë se ato e kanë shit dhe fenë e tyre. S'ka mundësi muslimani të ekziston ti thot Allahut Azza wa Jall ti e më i madhi, e pastaj të thot që i du vëllezrit tanë për Allah, e mos të lëviz për to, mos të inatoset për to, mos të dhimet për to, mos të i mëshiron ato, mos të lutet për to, për atë vëllezër të ndërshëm. A jemi si një trup si na ka porosit pejgamberi Allahut, nuk jemi për këtë arsye në këtë gjendje, jemi lutim Allahun Azza wa Jall, që Allahu Azza wa Jall gjendjen tonë Allahu ta përmirëson. Lutim Allahun Azza wa Jall që mi fitore dhe triumfim Allahu Azza wa Jall, sa më parë Allahu t'i gëzon shahidët, Allahu Azza wa Jall Allahu t'i lartëson, të plagosur e ti Allahu të shiron zullumqart, Allahu Azza wa Jall me zvete il elaq t'i ban. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.